35 vjet Partisë Socialiste, një kremtim i planifikuar prej kohësh që u kurorëzua me 12 qershorin, në një moment të veçantë, sepse jo thjesht është një ditëlindje dhe një përvjetor, por është një moment që e gjen Shqipërinë më mirë se Shqipëria ka qenë ndonjëherë në çdo aspekt. Dhe kjo fal Partisë Socialiste dhe qeverive të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër është një moment edhe reflektimi dhe angazhimi, sepse Shqipëria është më mirë se çka qenë ndonjëherë, por Shqipëria duhet bëhet ende shumë më mirë se ç'është. Dhe këtë mund ta bëjë vetëm Partia Socialiste, mund ta bëjë vetëm kjo fuqi e madhe shtet ndërtuese, me të gjitha vështirësitë dhe me të gjitha tëmetat e veta. Ironikisht, ky 35 vjetor, ose më saktë për një koincidencë që mbase është edhe një shenjë e rëndësishme për të ndalur një moment, për të marrë frymë dhe për të kuptuar se çfarë duhet mësojmë nga kjo valë protestash që koincidoi me këtë 35 vjetor, debatesh dhe nga kjo frymë si thuash e tensionuar, fatmirësisht paqësisht, që ka pushtuar hapësirën publike ditët e fundit. Një frymë që ushqehet edhe nga fakti që për shkak se në këtë subjekt fillestar, në këtë çështje që u bë çështja që inicioi protestën, natyrisht si rezultati një akti skandaloz që u dënua menjëherë edhe ligjërisht, edhe institucionalisht, qëndron familja e presidentit të Shtetit Bashkuar. Dhe kjo e bën që të gjithë ata që janë kundërshtar të presidentit të Shtetit Bashkuar të jenë të interesuar për këtë protestë, që Shqipëria të bëhet një platformë ku të përplasen forca shumë të mëdha, të përplaset opozita amerikane me presidentin e Amerikës, përplaset kundërshtia europiane me presidentin e Amerikës, të përplasen interesa të tjera që e duan Shqipërinë të ripozicionuar ndryshe dhe të bëhet një udhkryq ku faktikisht kundërshtia e fillimit kthehet në një gjë krejt të tjetër. Dhe Shqipëria përmbytet nga një shpërthim i të gjitha kanaleve të keq informimit, të dizinformimit, të gjysmë të vërtetave që bëhen gënjeshtra gjithmonë më të mëdha orë pas ore dhe që faktikisht i vendosin faktet në cep dhe fantazinë në qendër. Natyrisht që protesta është shëmbulltyr e një vendi demokratik, natyrisht që është shëndeti demokratik i vendit që ka një protestë e cila lind dhe formsohet jo rreth partive, jo pas partive, edhe pse tani partitë janë të gjitha të futur aty, duke hedhur gurët e fshehur duart disa, ndërkohë që ndonjë tjetër, siç janë llapaqorrat, janë haptazi aty, por aq e rëndësishme është që të mos humbasim aftësinë për të dalluar mes debatit dhe histerisë, mes kritikës dhe shpifjes, mes argumentit pasionant dhe bullizmit, kërcënimit, presionit, denigrimit të tjetrit. Shqipëria nuk mund të ecë përpara duke u paralizuar nga frika për një ndryshimi të madh, për një projekti të madh, për një investimi që është më i madhi në historinë e vendit tonë. Dhe patjetër që do të ecim përpara duke dëgjuar çfarë duhet dëgjojmë, duke mësuar nga çfarë na thon ata që nuk janë dakord me ne, por duke vazhduar të ndërtojmë Shqipërinë me forcën e Partisë Socialiste, që është forca që ka marrë ndërmarrë reforma të vështira, ka shtyrë përpara procese që shpesh janë kundërshtuar, por që sot kanë ndryshuar rrjedhësisht edhe gjendjen edhe pozicionin e Shqipërisë.
dhe për këtë mjafton të kthehemi mbrapa kokën, jo më shumë po 10 vjet, dhe për të parë se ku ishim në raport me botën, në raport me ekonominë, me institucionet, me të gjitha. Dhe faktikisht nuk ka simbolik më të fortë se sa fakti që ky 35 vjetor na gjeti edhe në pikën më të avancuar të rrugës sonë europiane. Pak javë më parë hym në fazën e fundit të negociatave për antarësim, që është faza e mbylljes kapitujve, duke ofruar më shumë se kurrë me atë objektiv historik dhe strategjik që shqiptarët e kanë ndjekur me dekada dhe që ne e kemi fiksimin ton ditë për ditë.